grupit parlamentar të LDK-s, në mënyrë që të ketë një diskutim, të shteren të gjitha diskutimet brenda lidhjes demokratike të Kosovës për gjendjen aktuale në vend. Munguan disa prej degëve, thatë që kanë qenë 33, nuk ishin disa prej degëve që e kemi pa publikisht duke kërku dorëheqjen e kryetarit Lumir Abdigjiku. A ishte kjo pikë e diskutimit gjatë mbledhjes së djeshme? Kanë munguar 34 dega Apejes, Lipjanit, me gjas ka qenë dega e Prizrenit, cilat nuk kanë marrë pjesë në këtë takim. Normalisht është diskutuar për gjitha çështjet dhe për komunikimet e brendshme dhe për komunikimet dhe kërkesat e disa degëve për dorëheqjen e kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, dhe pas gjithë këtij debati kryetarët e degëve kanë vlerësuar dhe i kanë dhënë mbështetje të fuqishme kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe kryesisë qendrore të Lidhjes Demokratike të Kosovës që të vazhdojnë me punën e tyre, sepse kryetari dhe kryesia qendrore e LDK-s ka mandat deri në vitin 2027 dhe dakordimi i gjithë kryetarëve të degëve që dje kanë marrë pjesë në këtë takim ka qenë që ne duhet të vazhdojmë si strukturat LDK-s deri në kuvendin e rregullt zgjedhor që do të bëhet që ishin pranishme këto degë kanë qenë kundër dorëheqjes, Lumir Abdigjiku. Kanë qenë kundër dorëheqjes dhe kanë qenë, do të thotë, që LDK të bëhet pjesë të proceseve politike dhe që normalisht fillojnë në të ardhmen që të kemi një proces zgjedhor i cili do të mbohet gjatë vitit të ardhshëm. Atëherë, çysh është raporti tash me këto degët që kanë kërkuar dorëheqjen? Po është raport normal brenda strukturat Lidhjes Demokratike të Kosovës, normalisht që ne kemi pas ato kërkesat të cilat janë bërë përmes të rrjeteve sociale që ne kemi vlerësuar dhe vlerësojmë që janë jashtë mënyrës së veprimit të strukturave dhe organeve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, sepse ne kemi këto çështje të përcaktuara me statut dhe kemi një rand të shtëpisë brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës, se çdo gjë do të thotë mund të diskutohet brenda, mirë po kërkesa përmes rrjeteve sociale të Facebookut për ne ka qenë e papranueshme dhe si e tillë është vlerësuar edhe nga kryetarët e degëve, të cilat dje kanë marrë pjesë në takim. Besoj që ato duhet do të ketë kërkesë për dorëheqje, derisa i keni parë komunikatat në Facebook. Jo, s'ka pas djeni, madje as sekretari i përgjithshëm i Lidhjes Demokratike të Kosovës nuk ka qenë fare njoftuar për mbajtjen e këtyre takimeve të 3 degëve, që ka qenë dega Apejes, e Lipjanit dhe dega 2, mbas gjithë atyre që po vlerësohet, do të thotë ka pas një koordinim mes këtyre 3 degëve që të fillohet me këtë proces dhe të kërkohet dorëheqja e kryetarit Abdigjiku. Koordinim veç i atyre? Menojmë që ka qenë koordinimi i atyre, por besojmë që kanë menduar që do të kenë ndoshta edhe mbështetje më të gjerë nga degët e tjera, por Lidhja Demokratike e Kosovës, edhe kryetarët e degëve dhe gjitha degat dhe gjitha organet e LDK-s se kanë parë situatën e kanë vlerësuar qartë se nuk bëhen kërkesat në këtë mënyrë në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Lidhja Demokratike e Kosovës ka forume, ka organe partijake dhe gjitha temat mund të diskutohen. Ju e dini që ne me 31 janar kemi pas një kuvend të jashtëzakonshëm brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës pas zgjedhjeve të dhjetorit të vitit e kaluar, dhe në këtë kuvend kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës ka arritur që të marrë vot besimin në kuvendit të Lidhjes Demokratike të Kosovës që të vazhdojë me tutje të udhëheqë partinë. Prandaj ne mendojmë që kërkesat e tilla do të thotë tashme janë të panevojshme dhe si të tilla nuk i kontribuojnë unitetit e brendshëm funksional dhe nuk i kontribuojnë pozicionit politik të Lidhjes Demokratike të Kosovës edhe në proceset e ardhshme që do të... Janë të panevojshme edhe pse ndërmjet kërkesës edhe rikonfirmimit të Abdigjikut ka një proces zgjedhor, ku LDK është e treta. Ka një proces zgjedhor dhe